Situata shumë shqetësuese, sepse po një pjesë e tokës bujqësore, e kësaj toke këtu, tashma është kthyer nga tokë bujqësore në lumë dhe në zallë. Dhe u banë prej 2 vitesh që në fakt kemi qenë kontakt qoftë me emergjencat kombëtare civile, qoftë edhe me prefektin e Qarkut. Binës para një muaji ishim edhe me prefektin këtu që e pam nga afër, ku i shpreh shqetësimin që ky është një dëm që po shkaktohet qoftë edhe tokës bujqësore, por linjes elektrike, po i afrohet lagjes, po i afrohet rrugës kryesore. Dhe njëkohësisht i shpreh shqetësimin që kemi 2 vite që ne kemi aplikuar dhe aplikojmë çdo thirrje që hapin emergjencat kombëtare civile pikërisht për mbrojtje lumore. Kemi aplikuar me projektin për kac, cilën e kemi bërë para 2 vitesh. Kap një vlerë afërsisht 19 milion lekë treja. Kjo mbrojtje këtu, njëkohësisht edhe mbrojtja lumore e tubit të ujit pishëm të qytetit që është në lumin tjetër të Zmes, i cili dhe ai është problem sepse tubi ujit pishëm është në mes lumit i pa mbrojtur. Në këtë pjesë mund të na lejë dhe qytetin në moment caktuar, mund të na lejë dhe qytetin pa furnizimin me ujë. Në të njëjtin projekt ne kemi paraqitur pranë emergjencave kombëtare civile për këtë dëmtim të tokës bujqësore këtu, por edhe për tubin e ujit pishëm në lagjen sipër poshtë tarazhit, që është afër lumit të Zmes, i cili rrjeti i tubacionit të ujit pishëm të qytetit është në mes të lumit, i pambrojtur, dhe në një moment caktuar nga prurjet e tepërta dhe rreshtet e shiut mund dëmtohet dhe mbetet edhe qyteti pa ujë. Pra, prej 2 vitesh që kemi kërkuar të ndërhyjet nga emergjencat kombëtare, normalisht që si duket u dashka të bëhet mediatike, të bëhet e madhe, të dëmtohet e gjithë prona që të lëvizin. Realisht është shqetësuese. Dje kemi ndërhyrë me lëvizjen bashkëpunim me OSHE-n, lëvizjen e shtyllave elektrike, sepse ishte ndërprerje linja elektrike dhe njëkohësisht ishte komplet zona pa energji elektrike, por edhe shtyllat ishin brenda pjesës së lumit. Po i afrohet rrugës kryesore që lidh pastaj lagjen me rrëshenin, me qytetin. Kjo është alarmante. Jemi në kontakt me bordin e kullimit për të bërë një ndërhyrje emergjente me eskavatorët të cilët janë për këtë pjesë, pra kanë atë krahun e gjatë që mund ndërhyjet, që mund t'i ndrojmë divinimin e lumit në mënyrë që të paktën të frenohet këtu rrëshqitja tokës.